Disa rregulla të zekatit të fitrit. Zekati i fitrit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e detyroi dhënien e zekatit të fitrit si pastrim për agjëruesin nga gabimet dhe fjalët e dyta dhe ushqim për të ngratët. Prandaj, detyrohet ta jap çdo musliman, agjëroj apo nuk agjëroj, për arsye të pranuara sheriatike. Nëse posedon ushqim më tepër se sa që është i mjaftueshëm për veten dhe familjen e tij, për në ditën dhe në natën e Bajramit, sasia e zekatit të fitrit është 1 sa nga ushqimi i vendit ku jeton, pra diku 3 kg. Nga rregullat e tij të përgjithshme, sipas mendimit të shumicës së dietarëve, nuk lejohet zekati i fitrave të jepet në formë të hollave. Muslimani zekatin e fitrit e jep për veten dhe e jep për atë që është i detyruar të shpenzoj. Pra, e jep për veten dhe për gruan, edhe nëse ajo ka pasuri, për fëmijët dhe prindrit e tij të varfër, dhe për vajzën e fejuar që ende nuk ka shkuar te burri i saj. Ka dhe mendim tjetër të dietarëve që e cekin se zekatin e fitrit e jep secili për veten e tij dhe nuk detyrohet që burri ta jap për të tjerët. Nëse vullnetarisht e bën këtë, kjo është vepër e mirë nga ana e tij. Pëlqehet të jepet zekati i fitrit për fëmijën në bark. Borxhliu dhe i varfri obligohen ta japin nëse posedojnë ushqim më tepër se sa që është i mjaftueshëm për veten dhe familjen e tyre. Për në ditën dhe në natën e Bajramit, ata mund ta japin zekatin e fitrave nga zekati që u vjen atyre. Zekati i fitrave jepet nga çdo ushqim bazë dominues që hahet në atë vend, si oriz, grur, makarona, miell e të tjera, dhe sasia duhet të jetë diku 3 kg. Zekati i fitrit lejohet që vullnetarisht të nxirret edhe më shumë se 1 sa, dhe teprica do të llogaritet sadaka për të cilin do të shpërblehet ai që jep. Lejohet që fitrat e një personi t'i jepen një grupi të njerëzve dhe, njashtu, fitrat e një grupi të jepen një personi. Pëlqet ushqimi të jetë më produktiv dhe kualitativ. Fitrat jepen në vendin ku detyrohen të nxirren, por lejohet edhe shpërngulja e tyre për nevojë në vend tjetër, nëse nuk gjen fukara në vendin e vet. Pëlqehet të nxirren në mëngjes të ditës së Bajramit, para se të falet namazi i Bajramit. Lejohet të nxirren natën e Bajramit dhe 1 apo 2 ditë para. Lejohet të angazhohet dikush tjetër që është besnik ta blej dhe ta shpërndajë zekatin e fitrit. Nëse vonon jashtë kohës së vet me vedije, nxjerrjen e zekatit të fitrit bën gjunah. Prandaj pendohet për gjunahun dhe detyrohet që të jap kaza kompenzim. Zekati i fitrave u jepet të varfërve dhe të ngratërve prej muslimanëve, nuk jepet për projekte bamirëse. Dhënia e fitrave për tjetrin. Pronari i punëtorisë nuk detyrohet që ta jap zekatin e fitrit për shëptorin apo punëtorin e tij. Mirë po, nëse jep vullnetarisht për të, nuk është problem. Shpërblehet për veprën e tij. Vetëm se duhet ta lajmëroj atë paraprakisht që ta bëjë njetin, nga se zekati i fitrit është adhurim dhe në adhurim patjetër duhet njeti. Disa rregulla të zekatit të pasurisë. Të kemi kujdes gjatë nxjerrjes së zekatit të pasurisë. Zekati i pasurisë nuk jepet për t'i dhënë iftar agjëruesit, sepse zekati i takon të varfrit, ndërsa në mesin atyre që han iftar, ka pasanik dhe ka të varfër. Po ashtu, nuk i jepet as jetimit, përveç nëse është i varfër. Ka jetim që ka pasuri të cilën e ka trashëguar nga familja e tij. Jo çdo jetim është i varfër. Shërbëtori dhe punëtori mund të marrën nga zekati vetëm nëse bëjnë pjesë në grupet që u jepet zekati.
Përndryshe nuk lejohet që t'u japim atyre me qëllim të përfitimit personal. Zekati i rrogës. Se i përket rrogës janë dy mundësi. Rroga të shpenzohet vazhdimisht dhe prej saj të mos mbetet gjë, apo mbetet paksa nuk e arrin sasinë e caktuar. Në këtë rast nuk ka zekat, sepse kriteret nuk plotësohen. Rroga të jetë e lartë sa që i mbeten të deponuara nga rroga aq të holla sa që arrin nisabin apo sasinë e caktuar, ku ndërkohë mund të shtohet dhe të paksohet. Në këtë rast, mënyra më e mirë për zekatin e tij është ta llogarisë plotësimin e një viti. Prej sasisë së parë që ka deponuar dhe ka arritur nisabin. Kur plotësohet një vit i plot prej momentit që është arritur nisabi, e jep zekatin për gjithë pasurinë që është tubuar brenda një viti. Për atë pasuri që ka plotësuar një vit të plot, në këtë rast zekati i saj është nxjerrë në kohën e vet. Ndërsa për pasurinë që brenda vitit ju ka bashkangjitur dhe nuk e ka plotësuar një vit, zekati i saj është nxjerrë pak më herët. Por kjo nuk është problem, sepse lejohet që zekati të nxirret pak para kohe. Niyeti i zekatit. Niyeti është kusht në nxjerrjen e zekatit, prandaj zekati nuk pranohet, përveç se me niyet që të jepet si zekat. Kush shpenzon nga pasuria e tij me niyet për sadaka e jo me niyet për zekat dhe më vonë e ndron mendjen dhe dëshiron që atë pasuri ta llogarisë si zekat, kjo nuk pranohet prej tij, sepse ai kur e ka nxjerr pasurinë, nuk e ka bërë niyetin për zekat. Detyrohet të jepet me njëherë si të plotësohet një vit, hënor e jo gregorian. Pasi e ka arritur nisabin dhe nuk lejohet të vonohet. Lejohet të nxirret pak para kohe nëse ka nevojë me niyet për zekat. Zekati i pasurisë së patundshme. Nëse toka, shtëpi, banese të tjera është përgatitur për banim, nuk jepet zekat për të. Nëse toka është përgatitur për ta dhënë me qira, nuk jepet zekat për të, por jepet për të hollat e qiras. Pra, nëse arrin nisabin apo ato i shtohen pasurisë bazë që e ka pronari, pasi ti plotësoj një vit të plot hënor, apo ajo që ka mbetur nga viti. Nëse toka është e përgatitur për të bërë tregtime të, atëherë jepet zekat për të. Kush ka patundshmëri dhe është i lëkundur se a të bëj vend për banim apo të bëj tregtime të, nuk ka zekat në këtë rast, derisa pronari të jetë i vendosur plotësisht, edhe nëse plotësohet një vit i plot. Patundshmëria e shpronsuar. Patundshmëria i cila shpronsohet dhe i përcaktohet vlera, por pronari i saj nuk e ka marrë shumën e caktuar për shkak se nuk ja kanë dhënë, në këtë rast nuk ka zekat, derisa ta marrë kompenzimin edhe të pres të plotësohet një vit i plot hënor. Zekati i aksioneve. Në esencë, zekatin e aksioneve e jep vetë pronari, sepse aksioni është pronë e tij, ndërsa administrata e kompanisë mund ta japë në vend të tij në 4 raste. Nëse rregulloria bazë e tyre e lejon këtë, nëse merret vendimi në seancën plenare, nëse ligji i shtetit i detyron kompanitë të nxjerrin zekatin e aksioneve, nëse kompania autorizohet nga vetë pronari i aksioneve që ajo ta jap në vend të tij, nëse bie ndjeshëm vlera e aksioneve, zekati i saj obligohet sipas çmimit që është i mundshëm të tregtohet me to në treg dhe ka blerës që mund t'i blejnë ato, dhe po që se çmimi është i ulët, nëse shuma e saj arrin nisabin, duhet të nxjerrë zekatin 2.5% nga vlera e këtyre aksioneve. Aksionet dhe tokat që pronari i saj i pret të rriten në çmim dhe t'i shes ato. Obligohet ta jap për to zekatin për çdo vit 2.5% të vlerës së tyre në treg. Nëse ka nevojë që të shtyhet nxjerrja e zekatit
derisa ti shes ato, kjo lejohet duke llogaritur të gjitha vitet e pritjes, derisa i ka shitur ato. Gjërat që për to nuk jepet zekat. Çdo gjë që njeriu e ka përgatitur për veten dhe për nevojat e tij, si banesa apo shtëpia, mobiljet e shtëpisë, rrobat, xhevahiret, mjetet e transportit, mjetet e punës, pajisjet e ndërtimtarisë, dekorat e shitoreve, e të tjera, nuk ka zekat në to, përveç që këtu veçohet ari dhe argjendi, për to jepet zekat.